Bismillahirrahmanirrahim. Etapa e krijimit të njeriut. Allah e dërgoi Muhammedin a.s. pejgamber për mbar njerëzimin, ashtu siç thot Allahu i madhruar: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammed, të dërgua mëshirë për gjitha botrat. Surja Anbiya, ajeti 107. Muhamedi a.s. u dërgua pejgamber për nomadët e shkretëtirës, ai u dërgua edhe për dietarët e kohës sonë. U dërgua pejgamber për njerëzit e intelekteve të ndryshme. Pejgamberët që u dërguan pra Muhammedit a.s. ju dërguan vetëm popullit të tyre. Allahu në Kur'an thot: "Wa likulli qaumin hadin." Çdo popull pati udhëzues, pejgamber. Kaq misioni i Muhamedit a.s. është për mbar njerëzimin. Prandaj Allahu i madhruar mrekullinë e Muhamedit a.s. e veçoi nga mrekullitë e pejgamberëve të mëparshëm. Mrekullitë e pejgamberëve para Muhamedit a.s. i shihnin vetëm bashkosit e tyre. Kohë pas kohe, sa herë që njerëzit largoheshin nga besimi i vërtetë, Allahu dërgonte atyre pejgamber duke ju dhënë mrekulli që t'i ftonin njerëzit në besimin në një Zot të vetëm, besimin në Allah. Muhamedi a.s. është pejgamberi i fundit i Allahut deri në ditën e gjykimit. Dhe Allahu bëri që mrekullia e tij të jetë e përhershme. Se kërkojmë nga thtarët e feve të tjera që të na tregojnë mrekullinë e Musait apo Isait, ata do të përgjigjen se s'munden. Ata s'mund të na tregojnë shkupin e Musait dhe as të na tregojnë Isain se si ngjalltet e vdekurit me emrin e Allahut. Ata do të thonë se në këto i besojmë duke u përmendur dhe duke u përmbajtur shënimeve historike. Nëse pyetet muslimani për mrekullinë më të madhe të Muhamedit a.s., ai do të përgjigjet se është Kurani famlar. Ky është Kurani mrekullia e përhershme. Ai gjendet në duart tona dhe secili mund ta studiojë atë që gjendet në të. Allahu i lartëmadhëruar thot: "Thuaj, cili send ka dëshminë më të madhe? Thuaj, Allahu është dëshmues mes nesh e jush. Mua më është shpallur ky Kur'an që me të t'ja tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet." Surja An'am, ajeti 19. Mrekullia e Kur'anit është dija dhe shkenca që gjendet në të. Allahu i lartëmadhëruar thot: "Po, Allahu dëshmon për atë që ta zbriti ty. Atë ta zbriti sipas dijes së vet." Surja Nisa, ajeti 116. Bashkohësit tanë, studiuesit, profesorët e universiteteve dhe gjenitë e mendimit njerëzor mund ta studiojnë dijen dhe shkencën që gjendet në librin e Allahut. Në kohën tonë dietarët kanë ecur shumë përpara në të studiuarit e universit. Edhe Kurani flet mbi universin dhe qenien njerëzore. Cili është rezultati? Profesori i nderuar Keith Moore, njëri nga dietarët më të mëdhenj në anatomi dhe embriologji. Nga ai u kërkua që të jap mendimin e tij shkencor rreth vargjeve kuranore dhe thënieve të Muhamedit a.s., që i përkasin sferës së specializimit të tij. Dr. Moore është autori i këtij libri, Developing Human Clinically Oriented Embryology. Keith Moore. Libri është përkthyer në 8 gjuhë: gjermane, ruse, japoneze, kineze, italiane, portugeze, angleze dhe bosnjake. Kur kërkuam nga ai të jap mendimin e tij mbi disa vargje kuranore dhe thëniet Muhamedit a.s. që kanë të bëjnë me fushën e specializimit të tij, i befasuar dhe i mahnitur, profesor Moore tha: "Si është e mundur që Muhamedi a.s. para 1400 vitesh ti përshkruaj kaq saktësisht fazat e zhvillimit të embrionit në mitrën e nënës, që u zbuluan nga shkenca bashkëkohore vetëm para 30 vitesh." Mahnitja e tij së shpejti u shndrua në kurreshtje. Ai paraqiti mendimet e tij në disa simpoziume shkencore dhe mbajti ligjëratën me titullin Përputhshmëria në mes embriologjisë dhe asaj që gjendet në Kur'an dhe Sunet. Ky është Dr. Abdullah Nasifi, ish dekani i Universitetit të Mbretit Abdulaziz. Ai na prezanton profesor Moorein për të mbajtur ligjëratën e tij. Ligjëruesi ynë i sotëm është Dr. Keith Moore, profesor i anatomisë dhe embriologjisë në Universitetin e Torontos në Kanada. Ai evolui gradualisht derisa arriti në këtë shkallë. Në fillim ai punoi 11 vjet në Universitetin Winnipeg në perëndim të Kanadas. 6 vjet më parë u bë përgjegjës i anatomisë dhe embriologjisë në Universitetin e Torontos. Ka udhëhequr shumë shoqata ndërkombëtare, siç është shoqata e dietarëve të anatomisë dhe embriologjisë në Kanada dhe Amerikë, shoqata e dietarëve të biologjisë ku përfshihen dhe anatomia, embriologjia, biokimia e tjerë. Është zgjedhur antar i shoqatës mbretërore të mjekësisë në Kanada, antar i Akademisë Ndërkombëtare për Biologji, antar në shoqatën e anatomisë për Amerikën e Veriut dhe atë latine. Ka shkruar një numër librash e mes tyre disa libra në anatomi dhe embriologji. Ka botuar 8 libra që konsiderohen manual për studentët e mjekësisë, të cilat janë përkthyer në 6 gjuhë: italiane, gjermane, portugeze, spanjolle, greke dhe kineze. Profesor Keith Moore thot: "Kam kënaqësinë që marr pjesë në shpjegimin e vargjeve kuranore dhe thënieve të Muhamedit a.s. që flasin mbi krijimin e embrionit. Jam plotësisht i bindur se këto fakte Muhamedit i kanë ardhur nga Zoti, sepse këto informacione shkencore
Shkenca i zbuloi kohët e fundit pas një pune shumë të lodhshme. Dhe ky është fakt bindës për mua se Muhamedi a.s. është i dërguar i Zotit. Mendoni mbi atë që tha ky profesor i nderuar, cili është ndër dietarët më të famshëm botëror në shkencën e embriologjisë. Profesor Keith Moore, kur i studioi vargjet kuranore që kanë të bëjnë me sferën e specializimit të tij, tha se si Muhamedi duhet të jetë i dërguar i Zotit. Profesor Moore, kur e pa shoshunjën që gjendet në moçale dhe e krahasoi me embrionin në etapën që Kurani përshkruan gjakin gjizur, Allaka gjetin 6 shmëri të madhe mes tyre. Pastaj ai tha: vërtet embrioni në etapën gjakin gjizur i përngjan plotësisht kësaj shoshunje. Me pas ai solli vizatimin e embrionit në etapën Allaka, si vuri pranë një fotografi të kësaj shoshunje moçalore, për një krahasim sqarues midis tyre, dhe këtë ja paraqiti mjekëve në disa simpoziume shkencore, sikurse shihet. Profesor Keith Moore gjithashtu sqaroi se embrioni në këtë etapë është i ngjitur në mitrën e nënës, gjë e cila kuptohet dhe nga vetë fjala arabe alaka, që nën kupton diçka që ngjit. Këtë figurë shihet ngjashmëria në mes shoshunjës alaka dhe embrionit të njeriut në etapën gjakingjizur, të cilin Zoti xhaleshanu u emroi alaka. Pra fjala alaka e përmendur në Kuranin e shenjtë nën kupton njëkohësisht edhe gjakun e mpiksur dhe diçka që varet e ngjit. Profesor Moore gjithashtu thotë se kur embrioni gjendet në etapën gjakingjizur, gjaku është i mbyllur në enët e tij para se të kryhet mbështjellja e embrionit me mbështjellësin e tij. Kështu embrioni i ngjan gjakut të ngjizur. Pra fjala kuranore alaka përfshin të gjitha cilësitë e embrionit. Kush e informoi Muhamedit a.s. për këtë? Profesor Moore flet edhe mbi embrionin kur ai kalon në etapën tjetër, të cilën Kurani e përshkruan me fjalën mudga, që do të thotë mishi përtypur. Ai solli një copë balte të tharë dhe e kafshoi me dhëm. Pastaj solli një fotografi të embrionit dhe bëri krahasimin mes tyre, ku pa qartë se vërtet embrioni i ngjante plotësisht mishin të përtypur mudga. Shumë revista kanadese botuan rezultatet shkencore të profesor Moorit. Kohët e fundit profesor Moore shfaqi në televizionet kanadeze serialin me 3 pjesë mbi përputhshmërinë mes asaj që ka thënë Kurani famlar para 1400 vitesh dhe asaj që ka zbuluar shkenca bashkëkohore sot. Pastaj prof Moorit i bëhet pyetja: "Prof, besoni ju se Kurani është fjalë e Zotit?" Ai përgjigjet: "Nuk gjej ndonjë vështirësi që ta pranoj këtë." Me pas i bëhet pyetja tjetër: "Si e besoni Muhamedit a.s. në kohën kur ju besoni edhe Isain?" Ai përgjigjet: "Jam i bindur se që të dy ata janë të së njëjtës." Pra dietarët botror në kohën tonë janë në gjendje të provojnë se ky libër është zbritur nga Allah. Allahu i lartëmadhëruar thotë: "Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi." Po Allah vërtet dëshmon për atë që ta zbriti ty, atë ta zbriti sipas dijes së vet. Pra ata e dinë se Muhamedi është i dërguar i fundit. Me emrin e Allahut, mëshiruesit mëshirbërësit. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbik huwa al-haq wa yahdi ila as-sirati al-azizil hamid. E atyre që është dhënë dija e dinë se kjo që të është shpallur nga Zoti është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e të gjithfuqishmit dhe të lavdëruarit. Surja Sebe, ajeti 6.